Fillimisht e shfrytëzoj rastin që t'u uroj gjithë besimtarëve musliman kudo që janë në botë, posaçërisht popullit tonë shqiptar, festën e Kurban Bayramit. Lut Zotin që gjithë besimtarëve t'u ketë pranuar angazhimin, mundin, veprat e mira të cilat janë munduar me i bëj gjatë këtyre ditëve, e që sot kanë rezultuar domethënë me ditën e festës, e që realisht festa për me pas çka me festu njeri, duhet që me u angazhu, me punu, me aktivizu, që festa me pas shije. Edhe pikërisht Zoti kështu i kalon edhe 2 bajramet. E kemi bajramin e Ramazanit i cili vjen mas 1 muaj angazhim në Ramazan, lodhje, pagjumësi, uri, etje, dhënje pasurisë, ndihmë dhe tjera, gjitha këto të cilat bëhen, edhe në fund tani është kurora Bajrami që e shijojmë se kena punu diçka, e njëjtë është edhe Kurban Bajrami. Mas këtyre 10 ditëve që janë ditë më të mira gjatë vitit që ka njoftu pejgamberi selam, ditë më të mira për me punu punë të mira. Kemi Kurban Bajramin sot që kemi fest, që jep me kuptu Zoti përmes kësajna që njeri për me shiju festën, për me shiju gëzimin, duhet me punu. Nuk është e arsyeshme dhe nuk ka që thëtë populli kënaqësi nëse e feston një diçka të cilën s'ke kontribu për to. Nuk je lodh, nuk je angazhu, nuk ka kënaqësi ajo. Të njëjtën e gjojmë që për shembull sikur një familjar i cili jep gash me fëmijët vet gjana të cilat ai nuk u lodh për mi realizu, për mi arrit ato, nuk i ruan, se nuk ja vdin vlerën. Nëse ai që u lodh për to, ai i shijon. Edhe është i kujdesshëm. Njëjtë është edhe festa e Kurban Bayramit apo Bajramit të Ramazanit që na masi jemi lodh, jemi angazhu, jemi mundu me bëj vepra të mira, sot e kemi festën e Kurban Bayramit, e cila t'jep me kuptu që duhet mu gëzu, na kemi Bajram se i kemi ndresh punë me Zotin. Kur i ndreshëm punë me Zotin? Kur veprojmë vepra të mira. Domethënë kur veprojmë vepra të mira, ti ke arsye me pas Bajram. Edhe çdo herë që të bëjmë punë të mira, për neve është gëzim. Për këtë tregohet një rast që njëri prej udhëheqësve musliman, Aliu Zoti qoftë i kënaqur me të, domethënë ka qenë halife, kryetari i gjithë muslimanëve, edhe shkon njëri prej shokëve musafir të kryetari edhe e gjon të hongër drekën e Bajramit sikur na që e kemi, po e gjon me ushqim thjesht. Domethënë kryetari i këtë muslimanëve, një ushqim thjesht. E thëtë qysh beti kryetari musliman vend që me pas sofrën të mushne, me ushqime, me lloj-llojshmëri, thëtë për mu thëtë nuk ka më rëndësi ushqimi, çka ha. Po thëtë çdo ditë që ne bëj vepra të mira, unë e llogaris që kam Bajram. Ç'kjo është simbolika e Bajramit, që domethënë na gëzohem se i kemi punë të mirë me Zotin, ju kemi largu gjunohave, i na mundu me bëj vepra të mira, gjitha veprat e mira që kena mujt me i punu, nëse i bëjmë këto, atëherë është Bajram dhe është gëzim dhe duhet më gëzu. Tjetra është që Bajrami është veç një simbolike thjesht e shpërblimit për këtë botë. Po çka na i merr mendja kur dalim para Zotit, çfarë shpërblimi do të jetë për ata që do ta meritojnë rahmetin e Zotit dhe me kanë në xhenet, që thotë Zoti në Kur'an, nuk e din shpirti i njeriu, nuk e din çka ka përgatitur Zoti për shpërblimeve, rezultati i asaj që ka punu. Për shkak që kemi punu vepra të mira, jemi mundu me kanë raport me Zotin mirë, kur t'jemi në raport me Zotin mirë, pa tjetër duhet me kanë raport edhe me tjerë të mirë. Për ndrysh atër Bajrami çfarë vlerë ka, nëse na mundu veç me Zotin, nëse si kime njerëzit nuk i kime me Zotin. Për këtë nëzit janë vepra të mira, çdo herë në Islam është që i përfshin i rrokë dhe tjerë, jo veç neve. E pëtëm pejgamberi sa më i dërguar i Allahut, kush është njeri më i dashur te Zoti? Cili është njeri më i dashur te Zoti? Nuk tha pejgamberi sa më i dashur te Zoti është ai i cili falet më shumë, edhe pse namazi është obligim, nuk lihet asnjëherë. As nuk tha ai që agjeron më shumë, po tha më i dashur te Zoti është ai që është më i dobishëm për të tjerët. Na kur ti je dobishëm për të tjerët, atëherë domethënë e meritojmë edhe kënaqësinë e Zotit. Dhe rrjedhimisht, në fakt, edhe vetës tonë, po i vejmë veprat mira dhe po ashtu, po vim një energji të mirë në jetën tonë,
edhe punë tona ndoshta shkojnë pak më lehtë kur edhe rrethen e shoqërisë, familjes se kemi kështu të kënaqur dhe po i ndihmojmë. Po kënaqësia kur arrihet? Njerëzit po shohim sot që një numër jo i vogël e kanë keq kuptuar lumturinë edhe ku është kënaqësia e vërtet. Po mendoj që kënaqësia është e vërtet, unë ti kam punë të mirë, unë të mundona vish jetën tem private me pas prioritet, mos më interesu për tjertë a kanë apo s'kan, mos më interesu a i lëndoj tjertë apo jo, unë interesin tem për këshyri. Këta janë egoist. Këta realisht e shohim që në përditshmërinë e tyre veç janë të e mashtru veten se s'janë të e gjetë kënaqësinë. Na pe shohim sot për shembull që jo pak njerëz që janë figurat njohshme, VIP që po i thonë, edhe pe dëshmojnë vetë po thotë ju kum kthy fejes, ju kum kthy rrugës Zotit, i kum pas gjitha. Kum pas famën, kum pas parën, kum pas luksin, kum pas daljet, shetit, këti kum pas. Po më ka mungu diçka. Që ka mungu? Mungon ushqimi i shpirtit. Dhe më thonë, na nëse s'jem edhe për tjertë mirë, na shpirtin e kemi të varfën. Për këtë e shumë që vinë tani problemet, ankte, depresione, stresi, ngarkesa, këtë tu, se s'pedim ku me e lyp ilaqin. Ilaqi është me ushqy shpirtin me veprat mira. Shembull konkret, në Ramazan, a lodhëm apo s'lodhëm? Lodhëm, pa gjumë, pa hongër, pa pi, angazhime, jemi të lodhë. Me po kënaqësinë shpirtërore që e kemi në Ramazan, nuk e ki jashtë Ramazanit, edhe pse mundu është tënat mi pas, nuk e arrin këtë kënaqësi. Pse? Se shpirti e ka gjetë burimin e vetë ku është ushqimi i dur. Ushqimi për shpirtin është raportet e mira me Zotin dhe njerëzit. Kur jam i mirën me njerëzit, unë jam i mirë të Zotit. E pikrisht këto e synon Islami, dhe më thonë, tash na pse po festojnë asot se imi largu pe vepra të këqija, imi mundu se cili pe neve vepra të këqija, mos me bo gjatë tyre ditëve, me bo vepra të mira që kjo na ka dhonë kënaqësi shpirtërore, edhe sot ja bujmë një tjetrit për hajr Bajrami, një farforme i bjen kjo për hajr fitoria.